Hamdi, falënderimi takon madhnisë Allahut, ai I cili është I vetmi që meriton të adhurohet dhe të madhrohet. Allahun e falenderojmë që na ka bë hise dhe rrezik neve që ne vetmin Zot ta falenderojmë dhe ta madhrojmë, e sidomos në këtë ditë xhumaja prej Tij falje dhe mëshirë të kërkojmë. Allahu mos na largoft prej rahmetit Tij në asnjë moment. Allahu na falt dhe qofshmi nga grupi të cilën Allahu na bën nga ata të falurit prej xhumaja deri në xhuma, prej namazit deri në namaz, kërkojmë falje që Allahu të na fal gjunahet. Neve, familjeve tona dhe gjithë muslimanëve kudo që të jenë. Pastaj në këtë moment të veçantë I çojmë salat dhe selame Siraj, dritës së njerëzimit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e dërgoi udhërrëfyes për njerëzimin. I çojmë salavat e pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuam, ne jemi në ditën e veçantë, ditë e dalluar, ditë e xhuma e besimtarëve, ku qenë ka falje gjunaheve dhe zakonisht në për hudbet e xhamive tona dhe mbar botën ipen këshilla, ipen nasihate që dalin nga Kur'ani dhe Sunneti. Sot do të ndajmë 3 rreziqe shumë të mëdha apo disa mëkate që janë shumë të rrezikshme që kalimthi në përderset e kaluara kemi përmend. E para, kujdes nga mëkatet, se gjunahet dhe gabimet nuk janë të njëjta. Ka gjunahet mëdhaja, ka gjunahet vogla, ka gjunahet që kanë të bëjnë me besim, ka gjunahet që kanë të bëjnë me epsh. E sot do të flas për 3 gjunahet që burojnë krejt gjunahet tjera prej këtyre trijave. E para, mendjemadhësia apo në gjuhën e Kur'anit I thonë kibri. Është rreziku më I madh, se nuk ka mundësi në zemrën e muslimanit me pas edhe iman, edhe kryelart apo kibërli mu kanë. Nuk bashkohet kjo cilësi, se këtë gjunat pare ka ba shejtani alehillane. Allahu I tha: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin." Allahu urdhroi mi bën sejdë Ademit, e gjithë I banën, vetëm shejtani refuzoi, ishte mendje madh, eba wastakbara, dhe u bë kibërli, wa kana min al kafirin, dhe ishte nga njerëzit mohues, qafirat. Prandaj duhet me pas kujdes, se mendjemadhësia nuk është në pamjen e dukjes jashtme, pa e pas në zemrën tënde. Por ne e shohim në pamjen e jashtme e demonstron. E ka demonstru Firauni, e ka demonstru Ebu Xehli, e kanë demonstru zullumçarët e shekullit 21, dhe me mendje mëdhajt nuk përfundojnë mirë, se Allahu as nuk I don e as nuk I udhëzon mendje mëdhajt, edhe I largon prej rahmetit të Tij. Prandaj mendjemadhësia është cilësia e shejtanit në ditën kur Allahu e ka urdhruar mi ba istekber, bani kryelartësi, dhe Allahu e largoi nga rahmeti I Tij. Allahu na ruajt nga kjo cilësi e shëmtuar. E dyta, lakmia e pakufizuar. Lakmia dhe mosnjohja dhe mos falënderimi në mirësitë që Allahu t'i ka dhuruar. Siç thot Aliu radiallahu anhu në definicionin e takvallukut, një prej definicioneve është me pas frikë Zotin, e pastaj amalu bit tenzil, me punu si pas asaj që ka thënë Allah dhe pejgamberi, dhe treta me qenit knaqt edhe me pak, me atë që ta ka caktu Allah është boll për ty. Lakmia në mirësitë të tjerëve që Allahu ja u ka caktu tjerëve dhe ti lakmon të tjerët, është vetëm smundje e zemrës dhe të largon prej adhurimeve dhe ibadeteve. Prandaj, kush e nxjorri Ademin prej xhenetit, lakmia një pemës usos, e nxjerri prej xhenetit në dynjat, por kërkoi tobe, u pendu te Zoti dhe Allahu e pranoi faljen apo pendimin e tij. Prandaj, të largon nga kënaqësia e caktimit të Zotit. Dhe e treta, xhelozia apo hasedi, në të cilën një gjuna ishte
para se me ardhë në tokë shejtani, e dyta ishte në xhennet kur Allahu e largoi e përjashtoi prej xhennetit Ademin prej lakmis, dhe në dynjat e cila është shumë prezente hasedi apo xhelozia në mirësitë të tjerëve. Prandaj, edhe imanli, edhe lakmitar, edhe imanli, edhe kibërli, edhe imanli, edhe xhelaz nuk mundet, se xhelozia e zjarri e djeg zemrën, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, xhelozia i han i djeg sikur zjarmi drunt, e xhelozia i djeg punët e mira. Prandaj besimtarët të nderuam, në këtë xhumat jemi të kujdesshëm dhe të fokusuar. Ta largojmë këtë cilësi të shumtume, se nuk guxon muslimani që ka shahadetin dhe besimin kaderin e Zotit prej shartit parë të imanit deri te i fundit me qenë kibërli. E dyta, me qenë jo lakmus, po me qenë i knaqët me kaderin e Zotit, dhe e treta, mës me pas cilësien e xhelozijës, se nuk është cilësi e muslimanve. Ai cili ruhet nga këto tre gjunahe, Allahu do ta ruaj nga çdo e keqe, se kufri vjen nga mendjemadhësia, gjunahi vjen nga lakmia dhe padrejtësia vjen nga xhelozia. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Mendjemadhësia, vëllezër, e largon njeriu prej ibadetit. Firauni ishte mendjemadh në tokë. Allahu e shkatërroi. Pse? Se tha hal min ilahin gairi, a ka Zot, ishte shumë mendjemadh. Allahu ja thej qafën, e dënoi dhe nuk ka njeri në dynjë që nuk e njeh Firaunin. A e njohin për të mira, për të keq? E njohin për të keq. A ka dikush që nuk e njeh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Jo, pse? Se ai është njeriu më modest, kundërtën e kryelarësisë. Njeriu më modest ka qenë kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me shumë shembuj. Prandaj ne jemi pasues as të Firaunit e as shejtanit, ne jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Xhelozia e pengon pranimin e nasihatit. Pse unë me marr pikti, pse unë me pranu pikti, pse unë pikti, prandaj mundoni me shërue këtë smundje të madhe, e cila të largon prej adhurimit, prej ibadetit dhe kënaqësisë i ibadetit, dhe e treta prej raportit njerëzor apo shoqëror. Prandaj kush e shkatron shtyllën e mendjemadhësisë është lehtësu për me ibadet Allahut subhanahu wa taala. Kush e shem xhelozien në zemrën e tij, ka me aqel Allahit dyrë dhe ka me pranu nasihatin. Dhe kush e largon hidhrimin prej zemrës tij, Allahu do ta ban hidhrimin e tij. Allahu do ta ban nga të drejtit dhe të butit, dhe do të jetë i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allahu nuk e don njeriu kryelart. Allahu zemra ati, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka xhelozi, është sikur zemra të cilën i djeg drunt, do të zjarri, edhe zemra digjet nga kjo vepër e shumtuar. Dhe pe lusim Zotin e madh, dhe për fund një hoxh i madh, një hoxh 45 vjeçar, 45 vjet davet në rrugë të Zotit, e tha një fjalë shumë të bukur që më pëlqej dhe po du me interpretu para jush. 45 vjet davet kish bë. O hoxh, tha shejtani, tha ish plak. E tha, pse është plak? Tha shejtani po rrim veç në rrethin e muslimanëve, në shtëpi, në familje. Se ne kuptu ma të muhabet. Tha, po që aty po rrin, pe ja mbjell mendjemadhësien, xhelozien në familje, lakmien në familje dhe në kujshillëk dhe në akraballëk, që aty po sillet. E ky shejtani, në shejtane l'insani aduvun mubin, plaka po i ri, ai në atë formën me hikmet që e tha këtë fjalë, do të thotë nëse e instalon kryelarësien, mendjemadhësien në zemër, lakmien e pakufizuar dhe xhelozien, atëherë shprish shoqënia islame dhe njeriu dhe individi. Prandaj nëse ne ruhemi nga kryelarësia, ne ruhemi nga lakmia e pakufizuar, ne ruhemi nga xhelozia, me emrin e Allahut do të jemi pasues të Kur'anit dhe Sunetit. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na mëshiron me rahmetin e Tij, ta largon mendjemadhësien, ta largon xhelozien, ta largon lakmien e pakufizuar, po të jemi të kënaqur me kaderin e Zotit. E lutim Allahun e Madh që Allahu të na ringjall me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, do të zonë rrugën e Tij, na ndriçon zemrën tonë me iman, mendjen tonë me dije, gjuha jon ta përmend fjalën e Zotit, ta përmendim Allahun dhe të kërkojmë falje nga Zoti, falsi më i madh. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.